Lëvizja Abesa thotë se nuk do të bëhet pjesë e paradave dhe seteve fotografike në për hotele. Nga Abesa potencojnë se problemet e shqiptarëve zgjidhen në shtëpinë ligjvënëse. Duke arsyetuar mos pjesëmarrjen në takim, nga Abesa thanë se tani është rasti që në kuvent të mblidhen grupet e punës dhe të gjejnë zgjidhje për ligjin për gjuhën e më pas për gjitha problemet e tjera që preokupojnë qytetarët shqiptar. Ne kishim një ftesë për takim gjoja të tryezës të partive politike në një hotel dhe ne përgjigja jonë ishte se nuk është mirë të takojmë në bërë hotele dhe për shkak se takimet atilla lën për të dyshuar se vërtet kemi dëshirë për të kontribuar për të zgjidhur problemin. Ne ju them nëse dëshironi të kryjmë punë, le të formojmë grupe pune, ja tash kemi një prej problemeve kryesore kemi zgjidhjen e çështjes së ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, të bëjmë grupe pune, të flasim në kuvend, takohemi, të shohim cili është ligji, çfarë mund ne kontribuojmë në këtë, dhe kjo do të jetë kontributi jonë, kështu e shohim ne pjesëmarrjen e kuvendit, demokracinë parlamentare, zgjidhjen e problemeve edhe të shqiptarëve në këtë drejtim.